Pas 40 ditë shkreshme, besimtarët e krishterë festojnë Pashkët. Në të gjitha kishat katolike u krye bekimi i ushqimeve që konsumon të dielën e festës, ndërsa në mesazhin e tij për Pashkët si arqipeshëvi i Shkodrës, i Mzot Giovanni Peraghin e theksoi se kjo është festa e shpresës për çdo njeri, pasi ringjallja e Jezu Krishtit është ngjarja vendimtare e historisë së njerëzimit. Duke mundur mëkatin dhe vdekjen, ai na hap një horizont të ri jete, që nuk njeh më errësirën por shkëlqimin e jetës së përjetshme. Pashka nuk është thjesht një përkujtim, por një përjetim i gjallë i së vërtetës më të thellë. Zoti është me ne dhe jeta është më e fortë se vdekja. Kjo është arsyeja pse zemra e njeriut, sado plak të ketë, nuk rresht kur së shpresuari. Për kishën katolike e cila po përjeton një vit jubilar që ka si temë shtektar të shpresës, festa e Pashkës merr një domethënie edhe më të thellë. Në një botë të plagosur nga pasigurit, konflikte dhe frika për të ardhmen, jemi të ftuar të bëhemi dëshmitar të shpresës që nuk zhgënjen. Si bi dhe bija e dritës, të frymëzuar nga Pashka dhe të udhëhequr nga shpirti këtij jubileu, le të bëhemi shenjë shprese në vendin tonë. Arsye shpresës për ata që vuajnë, për ata që kanë humbur orientimin dhe për ata që ndihen vetëm. Pashka nuk është thjesht një ngjarje e së kaluarës, por një realitet që na thërret të jetojmë sot si njerëz të shpresës, edhe në vështirësitë e jetës së sonë. Ndërsa gëzimi i festës është prezant, i Mzot Peraghin zgjolli të jap një mesazh edhe për atë që po përgatitet të përjetojë vendi ynë, zgjedhjet e 11 majit. Qofshin këto zgjedhje një ringjallje vërtete për mbar vendin. Qytetarët vendosin shumë shpresë në këto zgjedhje dhe nuk mund të zhgënjehen. Shqipëria ka nevojë për një zgjim të madh, një zgjim të ndërgjegjës morale, një gjallërim të jetës shoqërore, një ndryshim të thellë në politike dhe një gjallërim të shpirtit kulturor. Ky vend meriton të besojë në një të ardhmen më të mirë dhe ata që mbajnë pushtetin kanë përgjegjësi ta realizojnë. Si vjet Pashkët katolike përkojnë në të njëjtën ditë me ato ortodokse, prandaj në mbyllje arqipeshkëvi përcolli një urim për të gjithë besimtarët. Pashkë qofshin për secili prej nesh një piknisje e re për të jetuar si bi të dritës dhe për të ndërtuar së bashku një botë më të drejtë, më vëllëzërore dhe më të mbushur me shpresë. Krishti u ngjall, më të vërtetë u ngjall. Alleluja.